për laicitetin e shtetit, në qoftë se natyrisht kisha do duhet të rezervohej brenda mandatit saj dhe thirrjeve të saj në emër të fjalës së Zotit dhe të mos përzihet e aq më pak të mos i bëj thirrje vrasjes e krimeve në emër të Zotit. Pra, unë nuk e di se cili Zot do t'i bënte thirrje dhe do t'a legjitimonte vrasjen edhe dhunën kundër të tjerëve, e këtë po në veçanti e bëjnë në mënyrë të koordinuar dhe në mënyrë të vllazëruar, pra brenda asaj vllazërisë slave të cilës i referohen vazhdimisht të dyja kishat, kisha ortodokse e Serbisë dhe kisha ortodokse ruse kundrejt Ukrainës. A jemi në gjendje të përgjigjemi këtyre motiveve, këtyre politikave mallore? Unë besoj që po, ndonë se mendoj që nuk ka qenë në nivelin e duhur përgjigja institucionale e Republikës së Kosovës sa i përket kërcënimeve hibride, për shkak se ne angazhohemi për një strategji gjithëpërfshirëse e cila nuk do të duhet të ngelej në nivelin reaktiv, por do duhet të ishte amortizuese qëndëstar, do duhet të përpiqeshim që ta pamundsonim aktivitetin propagandistik dhe dezinformues me qendër në Beograd dhe që pastaj shpërndohet nga këta aktorë të ndryshëm të një superstrukture hegemoniste që komandohet nga politika serbe, duke përfshi edhe kishën, që në embrion, sepse ne nuk shohim rrezik për atë qëllimin final që ka lufta hibride e Serbisë kundër Kosovës, e që konsiston në mashtrimin e opinionit dhe vendimarrësve ndërkombëtar sa i përket Kosovës. Pra në mashtrimin në kuptimin e darvo strategjisë, nga psikologjia, që është një strategji e njohur që përdoret për ndërimin e vendeve të pra rolit të viktimës dhe agresorit. Jam i sigurt që qendrat e vendosjes dhe opinionin ndërkombëtar nuk do të bien prej e kësaj përpjekje strategjike të Serbisë për ta portretu Kosovën si terroriste dhe si agresor kundrejt qytetarëve serb atje. Mirë po, rreziku ekziston për shkak se gjeneratat ndryshohen, për shkak se kanë kaluar shumë vite dhe normalisht ne si shtet do duhet i shtonim përpjekjet në kuadër të paktën të diplomacisë publike dhe kulturore që në vende të caktuara të botës perëndimore dhe në vendet të ndryshme të botës të angazhojmë njerëz për ta thënë të vërtetën. Pra ne nuk kemi nevojë që të angazhohemi në strategji propagandistike e dezinformuese, por përgjigja më e mirë që duhet të japim kësaj lufte, kësaj përpjekje hibride nga Serbia është duke e afishuar të vërtetën tonë dhe e vërteta dihet, për shkak se më lejo ta theksoj vetëm një gjë. Në ditët e fundit, ajo çka vretëm në kuadër të monitorimit tonë si institut është një përpjekje gjithashtu shumë dinake nga propaganda serbe për ta përfshi gjithashtu komunitetin rom në Kosovë si komunitet i diskriminuar nga shqiptarët dhe si komunitet që ka qenë viktim e shqiptarëve së bashku me serbët. Së bashku me serbët, për shkak se tash ata paralajmëruan që do ta mbajnë një konferencë për diskriminimin ndaj komunitetit serb në Kosovë në Beograd, e kemi një varg artikujsh në mediat e dirigjuara nga regjimi i Vučićit që përpiqen të krijojnë opinionin sikur romët ashtu si edhe